Një intervistë dhënë nga kryeministri Edi Rama për gazetën britanike The Guardian ka rikthyer në vëmendjen tensionet mes Tiranës dhe Londrës për çështjen e emigracionit. Rama u shpreh kritik ndaj përpjekjeve të qeverisë britanike për të ngritur kampe emigrantësh në vende të treta, duke thënë se Britania e Madhe po tregon se ndodhet në një vend të errët, duke kërkuar vende për të braktisur emigrantët. Kjo deklaratë nuk ka kaluar pa u vënë re në Londër. Një ndër reagimet më të ashpra erdhi nga Nigel Farage, ish deputet dhe një ndër figurat më të njohura të fushatës së Brexit. Në një dalje publike, Farage e cilësoi deklaratën e Ramës si hipokrite, duke u shprehur se zoti Rama na kritikon për Brexit, por në të njëjtën kohë ka pranuar një marrëveshje të ngjashme me Italinë. Farage shkoi më tej duke deklaruar se një ndër 50 shqiptarë që jetojnë në Britani janë në burg dhe i kërkoi Ramës të marrë të gjithë mbrapsht nesër, duke akuzuar për mungesë vullneti për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit. Kryeministri Rama nuk e la pa përgjigje këtë sfidë. Në një reagim në rrjetin X, ai ironizoi Farage duke i quajtur një burr gjigant që i kushtoi vëmendje një kryeministri të një vendi të vogël. Më tej, ai hodhi poshtë pretendimet për shifrat e kriminalitetit të shqiptarëve në Britani, duke e cilësuar si një absurditet dhe duke theksuar se shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve nuk është më e lartë se ajo e popullsisë britanike, madje ka gjasa të jetë më e ulët. E po zoti Farage, më lejoni t'ju përgjigje me diçka që s'është aq e zakonshme në stilin tuaj, shifra reale. Pretendimi juaj se një nga 50 shqiptarë në Britani është në burg nuk është fakt, është absurd, një klasik i manualit post-Brexit. Nëse tingëllon frikshëm, atëherë duhet jetë e vërtet, por kur shikohen të dhënat reale, është një befasi. Edhe nëse të supozohemi se çdo shqiptar që ndodhet në burg është realisht fajtor, shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve në Britaninë e Bashkuar nuk do të ishte më e lartë se ajo e popullsisë britanike, madje ka shumë gjasa të jetë më e ulët. Sfida e Farage merr një tjetër sfidë që Rama e sjell në formën e një propozimi. Ti sjellim të dyja palët faktet në tavolinë. Nëse pretendimi juaj, 1 në 50 deli sakt, angazhohemi publikisht, ti marrë të gjithë mbrapsht, jo për show, përzotohen publikisht, por nëse del që shifra juaj është thjesht karburant për tabloidet, atëherë s'ka nevojë për ndjes, s'ka nevojë për drama, madje në vend të kësaj, do të merrni një ftesë për të ardhur në Shqipëri, si i ftuar nderi, do të merrni diell të vërtet, mikpritje të vërtet dhe fakte edhe më të vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe gjithçka që do t'ju kërkoj në këmbim është një zotim i vogël, i thjesht, që herën tjetër kur dikush të përgojoj shqiptarët, të jeni ju i pari që do t'i thoni ndalu. Si thoni atëherë, një verifikim faktesh për një deportim total ose për një palë pushime në mesin e njerëzve më të ngrohtë që do të njihni ndonjëherë. Hajde Nigel, edhe nëse hum në kontrollin e fakteve, fiton një këmbë të torë mish për të gjithë jetën. Pres me padurim përgjigjen tuaj. Përplasja verbale mes dy liderëve shënon një tjetër episod të debatit për emigracionin dhe retorikën antishqiptare në disa qarqe politike britanike. Ajo vjen gjithashtu në një moment kur Shqipëria ka refuzuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Italisë dhe Britanisë për kthimin e azilkërkuesve, duke bërë reagimin e Ramës më të drejtë për drejtë dhe më të zëshëm në skenën ndërkombëtare.